Sangram që këti që e kjuan këtë punë të jetë. Në shkrimin Patriotët e Aqihanes, autori Viktor Malaj kritikon fort hendekun mes fjalëve dhe veprave të atyre që sot paraqiten si mbrojtës të atë dheut, por që, sipas tij, shfaqin qëndrime thellësisht hipokrite. Ai ndalet e deklaratat e Sali Berishës, të bëra gjatë një turi elektoral në Has dhe Tropoj, ku sulmoi ashpër Edi Rama, duke e cilësuar si armik të veriut dhe figurë negative për vendin, madje duke kërkuar që veriorët të mos e votojnë. Sipas autorit, këto deklarime nuk janë thjesht retorik politike, por nxisin përçarje krahinore dhe urrëtie mes shqiptarëve. Malaj argumenton se Berisha, i mbështetur kryesisht nga shtresa më pak e arsimuar e shoqërisë dhe i identifikuar si lider krahinor, e ka përdorur vazhdimisht ndarjen veri-jug si mjet politik. Duke u paraqitur si mbrojtës i Kosovës dhe i veriut, ai përpiqet të përvetsojë merita patriotike, ndërkohë që, sipas autorit, veprimet e tij gjatë më shumë se 3 dekadave në politik i kundërshtojnë këto pretendime. Sipas Malajit, deklaratat për diskriminim racist mes shqiptarëve nënkuptojnë ndarje të rrezikshme dhe të pavërteta, sikur veriorët dhe jugorët t'i përkisnin racave të ndryshme. Ai thekson se kjo gjuhë dëmton unitetin kombëtar dhe përdoret sa herë Berisha ndodhet në vështirësi politike. Autori rikujton edhe sulmet e tij ndaj Enver Hoxhës, duke theksuar se sipas sondazheve, një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve vazhdojnë ta vlerësojnë figurën e Hoxhës, më shumë se vetë Berishën. Në fund, Malaj ngre pyetjen: kush është në të vërtetë armiku më i madh i shqiptarëve?